sage tjetër. Kjo histori e prek secilin nga ju. I prek edhe ata atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klam Radio dhe KTV. Përshëndetje për krejt dëgjuesit tanë dhe shikuesit tanë ku të që janë duke na ndjek, duke na dëgjuar në këto momente. Jeni me Klam Radion me edicionin më të ri edhe i fundit për këtë javë i Drive Me Crazy. Jeni me Mufionën edhe klonin tim. Nëse s'është bash njëjtëm. Hajde të dy kështu dy ekrane. Unë i kum dres, domethënë. Jemi vesh pak si një, jo presë s'është një. Jo vetë të dritën sa. Ai ke ndryshuar dritat me. E bona për mos më ndrysh, mos më vrej. Po nuk ishim vrej. Me jaketat e reja, nëse imja nuk është edhe që re, me hy në YouTube aty dalin ja 5 video minimum. Atë një ka ca vjet. Kom thonë, nuk e, jo ca vjet, sa muaj. Nuk e kam problem heq këtë pjesën e garderobës, domethënë. Po, edhe me përsërit, edhe me vesh njëjtat, hiç nuk e kam atë kompleks. Mirë, më thon flak po të ndryshojnë ty. Me rëndësi është paraqitja jon kështu, pozitiviteti jon. Po edhe kjo është pjesë e paraqitjes fizike, po nuk e kam kompleks, edhe mi përsëritesha, diçka që më pëlqen e vesh shpesh. Si mi sot i ka vesh kështu për herë të parë, ja bëni për hajër, jaketën e re, çun kam ja. Se kur un pe për herë të dytë. Çun kam. Se është tutto completo i ri. Komplet, domethënë. E kalon për të premtën, se po më duket drejt pas emisionit. Ka mujt me thon ato që e them unë. Po, ka mujt me thon ato që e them unë. Prezantoj kolegun tim Matri, po ja që nuk janë zënë goja. Po nuk je dha që ri. Po sa pishe, gjithë e ka domethënë çfarë. Ju që jeni në komunikacion këto momente, ju dëshirojmë po të mirë se ardhje edhe juve me Koavizionin, edhe presim me bashkëpunu me informata të rreth komunikacionit. Na dërgu fotot, faleminderit shumë, edhe ti qashtu. Edhe me na tregu se ku janë ato pjesë më të ngarkuara, duke na dërgu foto në Viber në 049978 njëjti numër ku po presim edhe sot përgjigje për pyetjen e krijuar nga Fiona. Çfarë i keni ndaluar vetës si zakonisht? Sot ka pas Simi me përzgjedh temën, edhe prit që po shkruaj. Ka shumë zonë deri poshtë. Po. Tu blen market. Edhe thash, hajt të propozoj temën. Edhe se bona, po. Si zakonisht. Ç'kjo temë çapo do të tash. Ai ke ndaluar diçka vetës? Shopping për shembull, ajo ke vendosur vetës në një varë stopja, Adil Munala. 2 herë në ditje jo. 2 herë në ditje jo. Një herë në ditje mjaftueshëm, i kam thënë edhe më ka dalë. Klienti më i rregullt i Albi Mall, nëse sheni domethënë është ja ku e keni. Na kanë dërguar një foto më një herë, edhe më një herë po e them Albioni na ka treguar se ka kolon pjesa nga Bresja në drejtim të Fushë Kosovës, edhe po shihet që është pjesë e ngarkuar në këto momente, po thotë mos e shikni mos i jinaune, kështu që më u largu kësaj pjesës me kolon. Ju presim me telefonata dhe me informata rreth komunikacionit, po fillimisht po e dëgjojmë Yll Limanin. Rete do më thonë një farë ngrotësie kështu ka kom. Ai do shumë verës këtë fond, për çfarë edhe ma kujtoj pak verën. Edhe videoklipi që ashtu na dërgoi. Nëse për juve që keni më shkuar këtë vikend në Bregdetin shqiptar, se keni më afër, edhe në temperaturat e mira, mos harroni para se më shku në Fushë Kosovë me undal aty tek Petrol Company dhe me mbush makinën me derivate, sepse e keni 1.17 benzinin dhe dizelën, dhe për çdo rimbushje të makinës që e bëni ju keni me marr një kupon për 10 euro kush e mbush normal, keni me marr një kupon edhe me u bë pjesë e lojës shpërblyese tek Petrol Company. Sa i përket komunikacionit, dali autostradës në Fushë Kosovës me kolon ka ndodhur një aksident atje. Trafiku përndryshe e ngarkuar në këto momente është edhe pjesa nga fshati Shkabaj deri poshtë, jo po deri tek stacioni i autobusëve. E ngarkuar është rruga Tirana për tek rrethi prapa stadiumit Fadil Vokri dhe po shihet me kolon pjesa nga zona industriale Fushë Kosovë në drejtim të Prishtinës, kolon e gjatë. Këto janë informatat e para që kanë arritur në 049978 E mëse e përmende Shqipërinë, po shkoj pak më larg në Vlorë. Temperaturat 24 gradë në këtë vikend. Që se mos shkon njëri. As për një maj nuk është që ka qenë nxehtë. Hajde bre, se mos shkon njëri pak atje. A shkojmë në Vlorë? Po qysh jo bëdej në Vlorë që do përgjithsisht. Ama me aeroplan po shkojmë. Po e kanë bo linjen, jo më çfarë. Po presim. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje Shëvesh është gjuna me ty pra autobus. Përshëndetje. Përshëndetje. Në gjatë nga Peja. Qysh jeni gjatë, qysh kemi? Mirë, me juve gjithmonë mirë. Faleminderit në gjatë. Hey, për ty që jem pe dhe për krejt, po kom qef m'ju tregu që në Instagram e keni një video të publikume që e kom realizu për ata që dojnë me shëtit, po nuk ka nevoj me dojnë hiq prej Kosovës sim, se vjeshta në Kosovë, dhe më thonë është jashtëzakonisht e bukur, kemi shumë vendet bukura me vizitua dhe njëra ndërtoj kom përmend edhe Bjeshkët Rogovës, që është ndër favoritet edhe më të vizituarat nga turistët edhe të hujt, kështu që një rekomandim shumë i mirë për ju që doni me kalu vikendin në Kosovë. Faleminderit shumë. Dush me qenë me fat që i kja qofer. Qka i ke ndalu vetës? A ka diçka që i ke ndalu vetës? Po, ka diçka fjore, kom të regu për sëri se njerë. Ja kom ndalu alkoholin vetit që 10 vjetë. Që 10 vjetë. Ani s'ka lidhje, çdo herë që mundet me u lidh me temën, me u ndërlidh me temën, është mirë me promovu shëndetin. Shkoj në qendrën e shëndetit mendor në Pej këtu. Po? E aty më ka ndihmu mjaft doktor Nyçet Pepaj me korektiv, ata janë shkëlqyshëm. Të lumt edhe këtu kom çka me shtu se sot është dita botërore e shëndetit mendor. Dita e shëndetit mendor, po. Po, sot shënohet në krejt botën. Më ka ndihmu mu që të ndihmoj vetit. Bravo, do me thonë, ka mundësi me shfrytzu institucionet tona nëpër komuna. Patjetër. Faleminderit në gjatë shumë që e the këto, edhe faleminderit shumë që gjithmonë e përçani mesazh kaq të mirë. Qofit në ndere, meritoni ju ma shumë, po të kur programi ju të gjatë 2 ora edhe mami do të të. Mirë është që mos e bat madhe. Me gjatë që shkësejmë na prej temës, në temë ku me ditë ku këshim dalë. Ku me ditë për 2 ora, për 45 minuta dhe penzojna vetën ka njerë 2 orë. Mirë është. Në gjatë përshëndesim shumë. Po du me përshëndet edhe një dëgjuesën tonë se shtash po mëjmë i pa mesazhin, edhe na pas ka përshëndet Bardhat, përshëndesim shumë. Urime pas ka pas ditëlindjen, urime egzosh, edhe 100 tjera. Se ma më vjen veç 1 minutë. 2 minutë. Për ditën botërore të shëndetit mendor deshta me fol shkurt që Ministria e Shëndetësisë po ashtu e ka publiku edhe një postim në llogarinë e saj në Facebook që tregon që çdo vit me 10 tetor shënohet dita botërore e shëndetit mendor që ka për qëllim rritjen e ndërgjegjësimit global dhe rëndësinë e shëndetit mendor, reduktimin e stigmatizimit edhe përmirësimin e shërbimeve për ata që vuajnë nga çrregullime mendore. E qysh e përmendin e gjati, ka edhe shumë varësi të tjera që munden me u ndërlidh ose me çu në çrregullime mendore. Kështu që është mirë gjithmonë me kërku ndihmë, mos mendoni që Kosova është aq poshtë sa i përket shërbimeve komunale lidhur me shëndetin mendor dhe shëndetin në përgjithësi. Kërkoni ndihmë edhe bisedoni me më të afërmit, bisedoni, shfaqni ndjenjat, kjo është një prej këshillave që gjithmonë ekspertët shëndetësor, që gjithmonë japin si këshillën e parë dhe kryesore është që të flisni hapur për ndjenjat edhe për çdo gjë që po kaloni, se një bisedë cim sa herë kom thonë qëto, se që kjo puna bisedës na me shoqni, dhe më thonë shumica, nuk po thonë se cili e ka të pak të një shok ose një shoqe të ngushtë që thonë ti din krejt, edhe që ajo të bën me uni shumë mirë se të më thonë ja thu krejt. Është një thënie Daud Emaku më duket e ka thonë, nuk jam e sigurt, tash a e ka cituar prej ndonjë filozofi tjetër, nuk e di, nuk e mbajnë mend, ku flet për lumturinë që kur e ndan lumturinë me të tjerët ajo vetë shkon tu shumë. Po nëse e ndan dhimbjen, problemin me të tjerët ajo shkon tu zvoglu, se e heq një barë shumë të madhe nga vetja. Edhe gjithmonë më kujtohet kjo thënie e tij që për mua për shembull e praktikoj çdo ditë, për çka do të kemi nevojë e ja ty tu kthy vislën këshyr. Jam rahat. E kam përmend shumë herë që unë e ti për shembull si 2 kolegë tonë emision dojmë gjithçka të mirat e të këqijat. Edhe është një ndihmë shumë e madhe kur kimi kënd çka me fol. Faleminderit shumë. Vazhdo ta. Enza Hom është në kilometrin e 6 në drejtim të Ferizajt, në Çagllavice, në drejtim Ferizajt nga Prishtina, aty ku mundeni me shku edhe me u lumturu me automobilet e mira. Dhe jo vetëm edhe me shumë aksesor. Dysh e mirë është i lumturi. Dysh po qysh sa është se na din jo po du fort jo bota ne kënej çu dani e këtani. Enza Hom në Çagllavice, mos harroni Enza Hom Kosovë për juve që doni me palla përmes rrjeteve sociale. Alo, përshëndetje Viber. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Besimi. Besim si e? Mirë me thonë, po kalojnë jo, si jeni apo lodhni. Mirë, faleminderit. Prej nga përna telefonan? Prej Prishtinë. Besem, çfarë i kishe ndalu vetës? Po mendoj kisha ndalu gjërat negative. Cilat janë ato? Unë po mendoj
me mendu pozitivisht, me njerëz pozitiv, mi këshillu, mi ndihmu njerëz me pos mundësia materiale. Domethënë, do një këshill. Ja kishe ndalu vetës, apo punon për mja ndalu vetës mos me nej, domethënë me ata njerëz toksik. Po kështu prej 2005 po nej me ndërkombëtar me amerikan më shumë kështu. Ajo po plyen njerëz mirë, po çapo di. Okej. Para gjykojnë shumë me kështu. Për shembull njerëz që po kanë probleme me stres, sankt, depresion, do të më ndihmu me fjalë ose me orientu të psikologat, neuropsikiatrët. Normal. Faleminderit shumë që na ke telefonu, pra vjen shumë mirë, edhe pas një pasditë të mrekullueshme edhe një vikend përpara të mrekullueshëm. Në Zoti ju rujt edhe ju. Faleminderit goja. Faleminderit shumë. Po shpresojmë që me qenë një farë pjesë e ndihmesës edhe emisionis edhe këtu i ndojna shumë secili ka ndaj histori tyne prej atyne madhëmshmeve deri te ato më të mirat, më të gëzumet. Dhe po, dhe kjo na ka bo dhe mu dhe Fionës, na ka ndihmu shpesh herë kur na ndoshta nuk kena qenë disponimin më të mirë, po e kena ndëgju një lajm të mirë dhe na ka bo me uni mirë. Dhe kjo është një farë dere e ndihmesës. Ose diçka të keqe që na ka bë më reflektu. Për çata i them, a dini është një sen i keq që na këtu me Fionën sa muj na bërtasim. Le mu ka thyni thon. Politikën largone. Dhe një 45 minuta merrnu me senë. Ta ja kemi ndalu vetës emisionit. Juve bele. A ka buaj, a e pe ato jem një më rahatu në e di që ka bëja, dhe më për vete. Është e pashmangshme me u diskutu, me u marrë me çështje politike, qoftë në nivel komunal, tash i kemi zgjedhjet, apo edhe në nivel qendror. Të dielën me të dëndjetin. Të dielën do t'jetë aty. Mirë është me dalë secili dhe me kry obligimin e vet, si qytetar, me vendos për fatin e vet, edhe me zgjedh me kujdes, jo në bazë të pëlqimeve ndaj partive, po në bazë të asaj çka po premtohet, edhe në bazë të kapacitetit që mundet me pas personin që po kandidon. Kryesisht që ta njerëz që nuk dalin. Ju lutem mos i zgjedhni me të njohshëm, por a mundet me ofru ai person diçka për komunitetin tënd. Është shumë e vështirë edhe pothuajse e pamundur, se secili e njohim njëri tjetrin edhe e dim pak a shumë çfarë mentaliteti e kemi, po kishin mirë që një herë për gjithmonë më apo stop kësaj padrejtësisë që po i bëhet popullit tona, se domethënë çdo vit, çdo 4 vjet, për çdo zgjedhje na kemi arsyetime të asaj që jo këta na bënë kështu, jo ata kështu, jo na kështu, domethënë arsyetime i na kanë mush xhepat, mo nuk po nxen. Kështu që zgjedhni me kujdes. Po tani me kujdes. Që doni, hajde që do t'jafsh. Si mi ka xhepat e ri, unë s'kam hiç për momentin. Ju kanë shky kësaj. Edhe nuk po du hiç me pas. Çfarë telefonata? Alo. Alo, përshëndetje. Hajde Osman, si je? Mirë. Mirë. Arsimi tha telefonata nuk ka Viber. Ka bënë edhe ky. Ka bënë edhe unë në erë. Tash mos më shtë me fol Osman. Teshat e reja po. Po, më katra në. Në trup të vjetë. Po, me të vjetra po do me thonë. E lëshojnë edhe këto Osman, e lëshojnë, tap. Qërecem, unë e të nguci. Osman, am liam veç një sekundë. Unë e nguci cimin. Veç muj me ta gjetë një 20 vjeçar, jo një, po pilot, që kanë ma pak energji, ma pak pozitivitet, edhe ma pak punëtor se sa cimit që i ka. Faleminderit në goja. Që ta po thonë që aty mu ka nalu. Ju ka nalu këti. Osman, çka i ke ndalu vetës ti? Ja kom ndalu donën që 15 vjetë për bonën. Që 15 vjetë? Po. A i ke pas shumë të shtirë? A ka qenë diçka që ja ke ngulir vetës në kokë edhe s'ke këshyrë më mbrapa? Po, Allah, që shku menu, dhe o konë shumë ka dhe, ku menu se as dur në dimi mojë, më kur të në donën. Po, a ku më donë me në fjallë, dhe që më shku me vdenë në qëtore. Po. Do me thonë ti... Më ka dhonë do anë tjetër forë që se pi, ta shto se përdore, ta s'kam tjetër. Edhe që aty vendose, a? Që aty ja kom gjurë, para mendosim. Asë një... Po ka mirë që shtu mja u bo krejta. Ka njerë do vendime që i bën aty për aty, pa mendu heq, dalin ma të mira. Do me thonë, Osman ti i ke kriju vetës i den kokë, që ka me qenë e pa mundur, ka me qenë shumë mështirë, po kur e ke hik ti procese, ke pa që mundësh mja dal. Jo, pa, ku e vendos, nuk mund me dorë kur dofet. Unë më të pore së me mënaj sa që du me mojë dorë të pacinore.
Faleminderit shumë për këtë mesazh të mirë Osman. Faleminderit edhe të përshëndes, shëndet gjithë atë mirat këtë fundjavë. Miru dhe gjofshim, unë i përmenda pushimet brenda Kosovës, po ka dhe prej atyne që kanë qef me vizitu edhe në event tjetër, për shembull me dal jashtë Kosovës, me bondo një vizitë familjare, ose thjesht për qef me dal 2-3 ditë një javë me shëtit, keni mundësi përmes Prishtina Ticket me i gjetë biletat më të lira në aeroportin e Prishtinës. Keni mundësi me shku drejt shumë qyteteve në Gjermani, në Zvicër, në Sloveni, Suedi, Luksemburg, e keni edhe Parisin si linjën direkte Prishtinë-Paris-Prishtinë. Krejt këta e keni të mundur me Prishtina Ticket, hyni në rrjetet sociale dhe ishini krejt ofertat, numrat e telefonit, edhe mundeni me i pyet, me i thirr, me u shkruajt për çka do që keni nevojë. Ndryshe edhe sot kena me i thonë 2 eho, apo, edhe sot se poshtë një mesazh që kena kish kuptu. Po, jo, nuk është mamografi, është një ultrazo eho. Ultrazo është eho e gjirit, mamografia është një ngjizim tjetër, që zakonisht rekomandohet nëse në eho vret diçka që s'është në rregull, atëherë rekomandohet mamografia ose për moshat më të shtyra. Kështu që edhe sot dikon pjesën e dytë kena me i dhuru 2. Alo, përshëndetje. Përshëndetje ti. Si jeni Naser? Je faleminderit. Si po kalon? Po mirë faleminderit. A pse mire pas na posën me telefonatën veç këtu pullën e kumprek ka pet keq. Tash fionës që të ma pullën e kaltër të nalë, po s'ma ka qitë sot. Naser? No. Çka i ke ndalu vetës? I kisha ndalu vetës. Jo i kisha, çfarë i ke ndalu? Na po dojna me ditë çka i ke ndalu, jo çka i kisha ndalu. Jo, unë i kom ndalu Facebook-un. Qa jetë? Edhe, po, arsyen, se ta të një ditë edhe arsyen. Hajde tregona shpejt. Se isha njerëzit të shkrua mirë me punë të huaja, ti ka shoje, thyrje edhe ato e me të vërtet qenë të mirë këtë psikologu atje, se shumë e shqiptar çdo shtëpi të figurë për vete, kemë nevojë për psikologa, këtë qere i Facebook-a telefonave, e mirë me mujtë, dhe përdojë sa ma pak, me ik telefonave, e se dhe më Facebook-ut, edhe më marrë një me punë të vetat. Personalisht vetat, e më së më me punë të uaj, se atë në s'ka të fa interesi, dhe të mbot një me vërtet, dhe më shku të miku, dhe skicore. Okej, do më thonë, kjo është arsyeja pse te e ke ndalu Facebook-un, edhe tash ma mirë po njësh, apo? Normal. Okej, po më vjen shumë mirë. Po më vjen shumë mirë. Po të përshëndes shumë dhe po të falenderoj për telefonatën. Ska gjërësin edhe me juve ju përshëndes. Shumë faleminderit. Kalofsh mirë pas një pasditë të mrekullueshme, ashtu qyshe mundën me pas një vikend mrekullueshëm ata që po mendojnë për një veturë 3 me shkute Toyota në këtë vikend edhe me i pa modelet e veturave të mrekullueshme atje. Pse ju me bodhën ai test drive, me marrën ai ofertë, edhe mos harroni se cilën veturë Toyota që e bleni i ka 10 vite garancion. Tek Autotrade në Çagllavice gjeni Toyotën. Çe telefonata tjetër? Po na shkruajnë do që u nalë rrymacim në për do vende në kryeqytet. S'na shkofsh. Tamam kua e drekës. Tamam kua e drekës, mos në pas rrym. Nëse ata që s'kan rrymë me na thirr në 049 edhe ju që doni me përfitu nga eho e gjirit mund të na shkruani ose me prit disa të vjen rryma. Alo, përshëndetje telefonata. Alo. Alo. Kush telefonon? Kush telefonon? Telefonon Joni. Joni, prej nga Vnathir? Përshëndesim Joni, se ka shumë i vogël. Çe tjetra që edhe ky çati dikon është me vjet. Që mujnë me ndalu këta adoleshentët, po nëse. Alo, përshëndetje. Edhe ky çati është dikon me Joni. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? Nezeri vetanimor. Qysh je Nezer? Mirë shumë me juve gjithmonë. Faleminderit. Çka i ke ndalu vetës Nezer? A ka diçka që i ke dhënë vetës? Stop. Kom pas një shprehi, kur pisha cigare, si e krysha cigare, e gjuisha kështu kokolla, dhe jashtë në kut. Kamas. E kom dalu tash bërllëg me gjuhë kërkonec. E dyta, si të përmenet fjalla politik, si në televizion, si dikon, i kipi ati veni si pej dreqit. 2 senet ndalu në i kam. Do me dhoni ke ndalu me pa lajmet ose debatet që ato që ka të bëjmë me politikë. Absolut, lajmet. Lajmet edhe ato kështu mi gjuhë bërlogun. Me mujtë kështu da bërlogun. A janë ale vetës? A janë ale vetës ata nali dikush?
Ja, nola vetit se më kushtoj një herë 200 euro, po një nola. Okej. Qa ty desh ta me dal? Sto ta lëm ke fiona. Sto ta lëm ke fiona. Se s'ja ke nal vetës heq, po ta ka nal ngër. Qa ty na thojnë atë gjithë dënimet, na bojnë, kanë na bojnë mas vistrancës. Dënime mirë i shkon. E këtu kur po vjen Kosova, këtu janë. A? Jo, atje s'pi gjuhi heq, asë mirë, okej. Faleminderit shumë Nezir, përshëndes. Faleminderit ju. Hajde gjithat mirat. 04997 po dhe kështu apo mësh me paramenduan sidomos prej veturës kështu që shfluturon. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Me Gjotë për Gjermanias. Si jeni Gjatë? Mirë, ju mirë. Mirë, faleminderit. Si po kalon? Mirë, Mjegull koha po mirë. Mjegull, në cilën vend je në Gjermani? Ja, bela nga Paterbone që në Dortmund. Okej. Mësë s'ko ke shumë afër. Hajde tregona çfarë i keni ndaluar vetës. Unë ja kom ndalu vetës dohanin. Një, po? Edhe ka një gotë raki që kom pi me qes. Do më thonë që të dyja i kenal krejt? Ketë. Ma mirë? Qëtë shumë. Shumë ma mirë. Okej. 3 paqeta në ditë dohan. So? 3? 3 paqeta. 2-3. Qysh atë shumë, qysh me shëm ja dal. Allah nuk e dhja zë vetë, dhe sa në zëtë qysh ja kom ndosht. Nalë që na herë mërë djallë. Më lojë, ja kom nona është në 10 sekundë. Po dese, nëse i logaritim kasajën brenda 20, 40, 60, pi bjen, adin, një brenda një orës, jam me ndrime, 12 orë, pi bjen dikun ka 4 sopa në orë 5. Unë përsham që e shumë donë me lonë shumë mirësh. Po më vjen shumë mirë që ke arrit për me bo këto, edhe po më vjen shumë mirë që po i ndoni këtu vetit e këshia që i kemi ka njëherë, edhe që definitivisht dikon mundet sot me bo, me thonë ka dalë te bëj edhe unë që shtu si... Unë ka qënë spital. A pishe edhe ty ti se pas kenol vetë, edhe ty ta pas kanal. Ja, mua. Jo gjase, unë e kumë bëdhej dhe nëse më dorë për spitalë, për më shumë. Pa, ja pas kanal, tak, i kanë thonë, ja nale, ja po të nalet. Po. Ndesh me të dha ma gatë nale. Po dhe, ja nale, ja të nalet, qysh dënë ti? Në marë, ose tha she hoqë me sy qelë, ose më shelë. Njanën e ki, do më thonë ti vendose me sy qelë, apo? Po, njanën, që në dush, da. Okej, ma mirë do këtë me sy qelë, se me më shelë, se qeshe. E dronin a i ma. Shumë ma mirë. Jeni të në rekollumë që Faleminderit. Përshëndesim shumë edhe në ty. Ja nola 049-978-978 veç edhe njëherë po e përsëris numrin e telefonit, edhe njëherë temën po e përsëris për juve qeni në për vetura. Qka i keni nalë vetës? Qka i keni ndalu diçka vetës? Kjo është tema për sot, e mos ja ndaloni internetin vetës, se për një mes sot nuk mundesh me shku kërkon, as nuk mundesh me bo kurgjo pa internetin me vete. IPCO e ka sjell një pako shumë të fuqishme, fleksibile, sidomos për ata që janë me parapagim, po flas për pakot tip, e cila përfshin 3 pako, tip mini, tip super edhe tip max. Pse po qatë me durcim? Po më dekoncentron. Ani le e vetën në kuadrë, le të shojnë që ka përbën. Tip mini edhe njerë, tip super, tip max, e keni 3 pakut për ju që një me parapagim. Krejt që ka mundin me bo është vetëm me një kod thjesht me aktivizu se cilën pako. 2 të fundit super edhe max vrejnë edhe për Ballkanin perëndimor. Kështu që aktivizoni cila do që ju konvenon, por keni edhe shumë oferta tjera në IPCO për krejt jurës që ju vynë internet brenda Kosovës, në rajon, në Evropë, në Amerikë, ku do që të shkoni. Tadam! Alo! Okej, Viber, alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush telefonon? Faike për Gjermania si gjithmonë. Hajde Faiku si gjithmonë. S'ke telefonu mati? Me të vërtet, keni shumë të drejtë. Qita gjithmonë më nësh me hek, do me thonë, se nuk është mos si gjithmonë. Jo, nuk është gjithmonë, po me të vërtet. Faiku nga Gjermania si ka një herë, që shtu më nësh me nuk jam mos si gjithmonë. Jo, po o problemi që jem kom me të vërtet shumë do ditë kom qenë shumë në zonë. Për të mira, për të keq, vishë ka shpuna interesant. Zonën jena, po çdo ditë më sjell për të se kemi momentalisht kemi pas do një ofrim i me ka blej shtëpi këtu tani kene bënë renovime, kemi punu deri ku keni qenë të punu. Deri në vot. Ani mirë shumë. Fajk tregom ti çka i ke ndalu vetës. Çka kum ndalu vetës. Po da?
Allah, s'po di që me thonë, nuk po di që të unë kënë do shumë është. Më falë që tyra. Zgjëne e pak. Zgjëne e pak. Okej, hajtë po e lujna me përshëndetje. Që të bjen mendi, qka më nësh me në shkrujt? Për çdo ditë. Okej, be buna të shtë. Hajde shkruana në Viber edhe në pjesën e dytë ta lexojna mesazhin. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, tung tung. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. 0499 tschüss. A tschüss. Tschüss. Më duket ç'ashtu është, se di tash në Athinë ai kush na tregon pse, ha? A është BID-a byt? Byt. Për ty o byt, për ata është për BID është për mua. Për mi ideën qysh është? Për mi ideën është BID, po dhe byt. Nëse shkon dikush mi thonë kum fetu një vetur byt, është në rregull, apo? Aja nise mu lidh. Po çish mos mu lidh byt BID mos. Për ndryshe kondicionerët më të mirë, nëse doni me i merrni të midjes se kanë inteligjencë artificiale, se kursen energji elektrike, mos i harroni pompa termike edhe se cilin produkt. Pompat elektrike, pompa termike për këtë dimën, nëse doni me kursye energji elektrike edhe me mundësi. Bujar Shamili, ty as kurs mund të a bën kaçurelat me malshut bujarit. Po çitash. Alo, përshëndetje. Është një katëvjeçar që e njeh ti, e adhuron kaçurelat. Kaçurelat, okay. Kush ta ka telefonu? Kaçurreli, alo, përshëndetje. Ti po me po Kaçurrel. Qysh kom ti ndodh në klinik, ne, pedene. Po. Pjesa famshme. Përveç Radio Maris dhe Radio Kriteria, këto tjerat radio që duhet me bo nuk bojnë. Nese. Jo, pyetje shumë e vënë kjo. O, Kaçurreli, Jo, po më vjen shumë mirë që e çelë si temë, se i shkon mirë, do më thonë organet kompetente, po me dol pak me jep një xhiro dhe me dhe me këshyr disa vene. Se kur jenë marë organet tona me media, veç kalzat. Jo, do më thonë, janë regulator tjerë që mirë dhe me këtë farë pune, dhe me këshyr se ka nevoj pak me ushtri edhe disa radio tjera, me unë dëgjuan neje. Jam, unë e çdo të pramt me even që shkojmë për klin. Edhe betohem këto dy radio bojnë. Adin dy radio që kjo personale të ke fundit pas po më intereson për to, mu më intereson Simi, Kita, çto radiot Fiona, radio tona vëlla që promovojmë çka. A mundesh me përshafë Evën çaty? Eva të do na gjithësim shumë edhe Kita. Se Kaçurrelat e pas kanë. Po e kisha përqaf, për me kështu e kisha përqaf një herë shumë. Mirë jena, Robi jena që të e majt emisionin edhe po të shovish për pianisë emisionit, se çashtu po mbjen. Ju kërkoj shumë falje dëgjuesve që u mora kohën, po e kam një farë knatësie kur ata me zespresin me thirrti Robi. Se dhe kem krejt, po kam qef qështu, me ndëgju, mu knosh, me ndjeni farknatësie, ama për ju dy kam një ankes, pse telefonu të atë zotnin para se mi të regu cila o tema që në zotë në kush? Po, Fiona të i bo do gabime, është të i bo do gabime kove të fundit, edhe e kapi e thiri njerin pa pri pa kujtuaj, në zoni shkon. A keni vret një dukuri të këni, edhe kur është një pyqe, një tem që na mi kalzuan tona negative, nështë edhe me reflektu, na e shfrytëzojmë në favor tonin. Cila është e keqja juaj? Keqja e mosh që unë jam zamra huj, po e mirë ma kthej me pjesë. Po, e çka i kishe ndalu vetës? Nuk kemi shumë sinqert në këtë pjesë. I ke ndalu vetës? Çka i ke ndalu vetës? Drejtën e Zotit i kisha ndalu tash e pramte unë shkoj në klinë dhe i dillën, ja kisha ndalu pak dalmen kur vin klinë lodhna shumë, tako dikon pini got, pini bir, pini raki, kthena i dërmum, kisha dash më ndalu. Po të merë molli, po ki nevoj me dalë për rutinës për dishme s'po mund, jo që s'po mundem, po nështë edhe s'po du, që to kësha dosh me andalu. Jo, vazhdoj e se është një rutinë e mirë, du me thonë për me taku njerës edhe ata njerës të shpirtit që i ke pas e rrit me ta. Rrugë të martë, përshëndesim shumë dhe të falja kretë klinës. Ju prift të mbora, punë morë, të falja glavë. U gëzofshi. Faleminderit. Tung jeva. Dhe që thëmë ka njerë në me paskon këta që kina mi votu mas nesër, me kanë të lidhë qështu që jena na mes ky komuniteti jonë,
ku me ditë ku i shkon Kosova. Ka dhe mes nesh që ka njerë adin e kena ka një kritik për njëri tjetrin, po e marrim me sportivitet. Adin? Edhe shumë mirë që shpesh dhe më thane shohim njëri tjetrin të na kritiku, po e marrim me sportivitet. Dhe janë kritika, po më nej shumica prej tyre mundën me qenë. Bashkëpunimi medial ekziston përveç në rastet kur është e përfshirë. Në rastet kur është e përfshirë politika, atëherë mundet me pas përplasje, po në rastet shumëta ka bashkëpunime, ka ftesa, ka plot moderator, ka plot media që na ftojnë, që i ftojmë, domethënë, kjo është diçka shumë pozitive sa i përket kësaj. Po ka të tjerë që dy media, radio, domethënë Klam Radio dhe Koa Vizioni, ka një emision, çfarë që po e shihni ju, edhe janë dy media të ndryshme. Komplet ndryshme. Që bën bashkë për një qëllim. Po, edhe këto dy mund më bë bashkë edhe në Swiss Diamond, me u kënaq në spa aty, me jap në e fal ide pse jo. Me kaçurela ç'u bë? Me kaçurela mundesh me shku mi ndres një në Japonizë spa aty, ti drejton krejt, ti bën mëzvetesh. Është pris shorrin. Po, edhe mundeni me bona e fal neje bashku aty në Koa Vizioni, Klam Radio, edhe se ka një sallë shumë mirë. 038 220000 për juve që keni me bë çfarë do rezervimi atje, që telefonata se po na pret. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush telefonon? Me. Meha. Hajde tregom çka i ke ndaluar ti vetes me. Dy do më përmend. Hajde. Një mos më ndajt, po më punu ka pak edhe me hec. Po kam. Okej. Për ditëme. Edhe e dyta, kur takohesh na me njerëz, mos të net në biseda të gjata. Do më thonë, a i përmend edhe një ditë kafet që i ke shkurtu? A dikush tjetër ka qenë? Ja, nashta nuk e di. Të përmend dikush që ka shkurtu të dalë? Nuk po më... Okej. Me biseda të gjata, ta që thonë me jo këmë sa që janë të aj. Do më thonë takime ti ke shkurtu? Ja ke ndalu vetës me najtë shumë gjatë me njerëz, biseda të gjata? Me njerëz, me shoka, me... i pa morë për asysh i me konë. Okej. Me faleminderit shumë se na po shkojmë në Albi qtash, kena më shku deri në Ruben, kena mi pa do diamant, do ari, do stoli, se kena shumë dhurata këtë tetor, shumë ditëlindje. Kështu që po shkojmë shpejt në Albi dhe rikthehemi shumë shpejt. Për në vendlindje me zemrën plot dhe mendjen të ke ardhmja. Sjellë kursimet në Bankën Raiffeisen dhe përfitoj interes preferencial për depozita me afat. Besoj kursimet e tua bankës së sigurt me tradit mbi 139 vjeçare. Askund si në shtëpi. Banka Raiffeisen. Make it happen. Kjo është bota për jetimit jetësor. Për jetimin që na ka ofru shumë. Na ka mësu për qysh mu vesh bukur, qysh mu dok tri kur i bojmë dë vjet, e qysh mu dok serial s'kur duhet, qysh mi kombinu ngjyrat, e qysh mos me pas komplekse. Na ka pru premierat e filmave në ditën ditë me krejt botën. Në fakt, na ka pru botën Kosovë. Na ka mundsu mos me pas nevojë me kalu kufinin për me bleni setër të mirë. Shkallëve ka më nejt, e lojt ma interesante që ta shilujmë krejt. Na ka kriju shprehje me familje mos mja huq as një vikend. Na ka mësu me bë dhurata speciale. E me kalu kohë kualitative me fëmijë. E me gjetë ushqimin më të mirë e më të freskët në vend. Që besa edhe online me porosit. Me padurim e prit Black Friday në ndorë. E ndjetor me dhurata me ikzuma dashnit. Që ti kotër? Ty vonë pas ke nis? Ja, s'kem të gojë. Përshëndes. Faleminderit Gjyshem. Tema është shumë mirë, se di kush e ka qitë. Aj, qëllaja. Florante e ka qitë që tema. Çfarë keni ndalu vetës, më merr mendja se arsimi dikun. Ja, Florante e ka qitë. Mirë, ofër je. Kush është Florante? Nuk e njeh. Është dikush. Është një njerëz që isha tema. Ani fillon temën. E gjyshe ashtu që na ka pikë qiellit. Eksa boni shako për juve, nëse pranoni, por nuk e pëlqen, po shakosh. Varet çfarë shakoje. Ej, sot e të mas e kom vendos mos më thirr ju 2 vëmo derisa të zgjat një programin bile një orë. Po na donona. Ja, është kjo shakosh. Ani gjyshe, e dim. Kjo, a di ç'është kjo? Supa para gjellë.
A del të spishte me njerë. Edhe po I bjen domethënë me pi supën edhe me met pa gjell. O gjyshe. A di se kam dalu vetës unë. Hajde. E kam dalu e kam paksu ushqimin, që kam hongër përpara tash duke ha. Po. Edhe ha mat original, për shembull në mëngjes, I ha 2 banane që 2 vjet të gjysë këtina, edhe 2 vo. Prandaj e pi leonën e mos original. Okej, do të thonë je këty ka e shëndetshmja pak aj, ke eliminu do stane. E shëndetshmja se munoj ka dita që e pava që nuk kem të ushqy mirë, po. Në promje në darë, di me nal, 3 flegra buk preme ose 4 flegra, që shto heja, aty ha gjithçka. Si kam dalu me për mirë për gjohet, po e dalej me vetë. Okej. Ani gjyshe mirë, ja pas ke bo mirë është me ndalu senet e pashëndetshme. Po, mirë është shumë. Se para disa ditëve ka qenë I lajm që ka qenë alarm botror, kështu nga organizata botrore e shëndetësisë, që më shumë se gjysma e njerëzimit nuk kanë qasje në ushqim të shëndetshëm. Para mendoni, domethënë me fast fooda, me ushqime të shpejtat, procesume me kimikate, kjo është e tmerrshme. Gjyshe, faleminderit. Faleminderit edhe për ju. Hajde të përshëndesim. Prej tonë se ke emisionin 2 orë, veç për ty. Përshëndesim shumë, faleminderit shumë. Duam të spishte me një rajpe. Për juve edhe një herë që një komunikacion na ka arritë edhe një foto që më na tregon për hyrjen në Prishtinë që është me kolon nga kazerma Demi Ashari Tutje deri tek kryqi I katedralës. Këto janë informatat e radhës që kanë arritur në 04997898. Alo, përshëndetje. Okej, faleminderit shumë edhe ty. Përshëndetje telefonata tjetër. Ratadadam. Alo, mirë dita. Mirë dita, kush na thot mirë dita? Zonja Selvinoze nga Zvicra. Si jeni zonja Selvinoze nga Zvicra? Mirë shumë, me emisionin e juaj gjithmonë mirë. Po vjen shumë mirë. Po kënaqemi. A keni kohën e mirë atje në Zvicër? Po shumë mirë kemi kohën. Prej cilit qytet në Zvicër je? Afër zonës Nyverdon. E në Kosovë ku jeton? Sopin, fshatin Sopin, komunë Soarikës. Po më vjen shumë mirë. Unë jam Arsim Limani. Hajde tregona, tutna çka I kishe ndalu, çka I ke ndalu vetës, jo I kishe, po çka I ke ndalu vetës? A din vetës çka I kam ndaluar? Hajde çka? Ta dërgova edhe një foto. E kam ndaluar mua në për tosma, në për kanagjeja, në për banketa mos më hyn tavolinë me këty, mo I kam dhënë. Oj, Selvinoze. Ti je çajo që hyp mi tavolina. A je çajo ti? Edhe këto I kam thënë mos edhe fort. Edhe burri fort si s'po ka dëshirë. As po ka çepa I kur po çami tavolina. Në fundit me më shtator I kam dhënë punën nga naxhejt të çika vllavit, edhe kam thënë më për mi tavolina jo. Po në mes nuk po vallzon më mi tavolina, ha? Ja, po volkeç. Jo, ke vur po. Hajde edhe Selvinoze pak, a kina I tavolinë që aty? Po lemër e mosha është veç numër. A kina I tavolinë që aty? Po e koni. Hyp pak. Hajde shkojna, hajde. Ja. Shoja muzikën. Ja, s'po e ka, okej. Ani që shdush. Ani bashkë që tash në qëtëfar periude që I na të po dasma. So bona goti edhe në I bona shkollë goti. Ante, që tash bashkë I na të po dasma me shumë pak atmosferë, dhe me thonë, tash nuk pa thomë në përgjithësi, po kanë nis pak me raj, I ritmi, ajo energjia e dasmorve. Bashkë që tash kena nevojë për njerëz si ti, kështu që mos e nalbre energjinë. Është momenti 2 emrat e parë që na shuajnë emër mbi emër, numër telefoni me I marr kontrollat, pra 2 emrat e parë që vinë këto momente. Kanë me I marrë kontrollat, tu ne kam I dërgu emrat edhe kam javë konfirmu në Viber, se veç e pom që pas ka shku ora, kështu që 2 emrat e parë, po 2 emrat e parë, edhe ju shruajm Viber. A të bëjmë një qalim shpejtësim? Bot fjallë për 2 e hot gjirit që po I dhuron Kosova Job në bashkëpunim me një klinik private, kështu që në pjesën e dytë ju tregojmë kush janë fitues, po kena dhe pas gjatë gjithë muajit 2 nga 2 20 në total, kështu që mos u dëshpëroni nëse sot nuk thuhet emri juaj. Po se ka sa dush. Për ndryshe që telefonata e fundit për ditën e sotme, jo po për këtë javë. Alo. 2-1 do më honi bjetë. Që shia mbi torte, ka qafë shtu me konsidru vetë. Jo, rrushi, ishte për sot, ka që shia mo, ku ki po mo. Së është mo ku asë shia vetë. Ajde Rushi, tregon ati çka I ke ndalu vetës si I fundit edhe I kena sekonda të numrume. I njeva dhe familjarët e thonë, më ka marrë molli për dreza,
A dish, nuk ka më bodreza, ja ka thëshin. Me shihet plastikës. Qysh s'ka? Edhe kushton ja 5 euro në 100 gram. Çka I ke ndalu vetës jashtë toksor? 4 copë. Unë e kam ndalu 2 sene, unë shumë sene e kam ndalu vetës, po 2 2006. Hajde. Ato lojra qenë, a di se sillo është, përpara kam pas shumë marak, s'kam lënë sen, as si treni kam hype, gjithaj kam provu. Okej. Ko gjatë do vite kam thonë mos hypin to. E ke fjalën se të rrezikshme pak, ha? Po kësi që si dhe shpejt, do që bojnë, a di shqyrë si janë lavjerë, sa që vëdhjën... Adrenalina... Një vloj jam i njerë, hypëm njerë, kur se arroj, 4 vitet më dhejta, nale ja bëj. 20 nale. Edhe dyta cila është? Me shku fell ndeti, peshkaqen dhe ku fillu më tut. Ata shkenisme. Po shumë video, se përpara se më tut hiq, po kom shku shumë fell, e kom shku shumë largë, se fella e gjithmonë ndeti, po kom shku shumë largë, e tash ka një do vite që nuk po gëzoj, kom fillu më tut. Mirja ke bo, që aty ku të prekin kanë ka mirë. A o borë që ka të zëva më tut. Jo, s'është morë esh. Qaj e para dhe I dikuna kjo e dyta është e menqur. Hajde të përshëndesim gjithashtu jashtë toksor. Faleminderit. Heka dol dielli, çfarë e dritë ka himrana në studio veç ajo po. Po se jo, po dola unë usilla. Po ju morë ditën e. Me energji të mirë, po e përfundojmë edhe edicionin për sot, pjesën e parë në fakt, pjesën e dytë jemi bashkë edhe për një orë me Glam Radio, kështu që dëgjojmë atje, vazhdoni që ndroni me ne për ndryshe shihemi të hënën. Jo mos harroni me bë ata që doni me bë gjithmonë me ep shumë dashni. Deri të hënën paqë plot shëndet.